Të dashur të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Sot me lejet Allahut të lartësuar jemi tek suretut Taghabun, një sure medinase e përbër prej 18 ajeteve. Ky emër Taghabun e ka kuptimin prej një prej emrave të ditës së gjykimit, Yawmu Taghabun, që do të thotë dita e mashtrimit dhe dita e zhgënjimit për jo besimtarët, apo ka dhe kuptimin dita ku del në pa fitimtari dhe humbësi i vërtet. Është një sure të dashur besimtar e cila ndahet në fakt në 3 pjesë dhe ka një mesazh shumë të bukur dhe një mesazh i cili Allahu i lartësuar e ka radhitur në formën më të bukur, ku në pjesën e parë Allahu i lartësuar flet për madhështinë e tij, ku thot në ajetin numër 1 të kësaj sureje që Allahut i shprehin madhëri dhe lartësim çka në qiell dhe çka në tokë, të Allahut janë të gjithë pushtetet, vetëm atij i takon falënderimi dhe ai është i gjithë fuqishëm për çdo send. Allahu është që ju ka krijuar juve dhe nga ju ka mohues dhe besimtar. Allahu e sheh shumë mirë atë që punoi. Ai krijoi qiellin dhe tokën me urtësi të përsosur dhe ai ju dha juve formën dhe formën tuaj e bëri më të bukur dhe vetëm tek ai është e ardhmja. Ai di çka në qeje në tokë, atë që fshini dhe shfaqni haptazi, zemrat e juaja i di Allahu i lartësuar çfarë mbajnë pra në brendësi të tyre. Allahu i lartësuar flet në këto 4 ajetet e para të dashur besimtar, duke treguar për madhështinë e tij, duke treguar që është krijuesi absolut, që në fakt bëhet e qartë që vetëm një krijues është ai që na ka sjellur në jetë dhe vetëm ai meriton që të adhurohet, vetëm ai meriton që të falënderohet. Dhe këtu është një ftesë për njerëzit, sepse Allahu siç tha në këtë sure në fillimin e saj, ai ju krijoi juaj për njerëzit, po ti shikosh, ka prej tyre që kanë zgjedhur të jenë besimtar, e ka prej të tjerëve që kanë zgjedhur të jenë mohues. Këtu tregohet qartë se njeriu me vullnetin e tij të lirë zgjedh mënyrën se si do ta jetojë këtë jetesë. Zgjedh ai mënyrën se çfarë do të besoj apo çfarë nuk do të besoj në jetën e kësaj bote. Por është pikërisht kjo zgjedhje e lirë e njeriut ajo që më pas do të përcaktojë që a do të jetë ai fitimtar, a do të jetë ai që do të dalë fitimtar i vërtet ditën e gjykimit, apo do të jetë ai i cili do të shkatrohet ditën e gjykimit në dënimin e madh të Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu i lartësuar përsëri fton në besim, përsëri fton në arsyetim të mendjeve të njeriut, ku ai thot në këtë formë: a nuk ju erdhi ju lajmi atyre që ishin më parë e që nuk besuan? Ndaj dhe përjetuan barrën e rënd të punës së vet dhe ata kanë një dënim të idhët. Ata dënimin e marrin për shkak se atyre ju vinin të dërguarit e vet me argumente të qarta, e ata thoshin: a njeri i thjesht do të na udhëzojë neve? Dhe ashtu nuk besuan dhe u zbrapsën. Po Allahu nuk ka nevojë për ta. Allahu është i begatshëm dhe i lavdishëm. Ata që nuk besuan menduan se kurse si nuk do të ringjallen. Thuaj: po për Zotin tim. Patjetër do të ringjalleni dhe do të njiheni me atë që keni punuar, e ajo për Allahun është e lehtë. Atëherë pra besojni Allahun të dërguarin e tij dhe ditën dhe dritën që e zbritëm ne. Allahu është i njohur për atë që ju veproni. Allahu i lartësuar po tregon për popujt e mëparshëm që ka dërguar profet. Dhe është pikërisht kjo ftesë e drejtë për drejtë Allahut të lartësuar në besimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që shpalljen që Allah i dërgoi Muhammedit alaihi salatu wasalam e quajti dritë të udhëzimit, e quajti dritë që njeriu me anë të këtij udhëzimi të jetë i aftë të kuptojë realitetin e jetës së kësaj bote. Sepse njeriu nuk është krijuar nga hiçi, njeriu nuk është krijuar pa qëllim, njeriu nuk është krijuar kot, njeriu është krijuar wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun, është krijuar njeriu dhe xhindi vetëm për të adhuruar Allahun e lartësuar. Vetëm ky njeri është ai i cili do të jetë triumfator. Allahu thot: a nuk i shikoni popujt e mëparshëm, sa e sa ngjarje të mrekullueshme ka në Kur'anin famëlar, sa e sa popull janë treguar në Kur'anin famëlar, prej Adit, prej Themudit, prej popujt të Salihut, për popull të Ejkës e të tjera me radhë,
të gjithë këto popuj e mohuan profetin e tyre. Të gjithë këto popuj e kundërshtuan më të madhe profetin e tyre. Pra, thënë ndryshe, a një njeri është që do të na tregojë në rrugën e vërtet, a u bë ky që të na tregojë në rrugën e vërtet, kush është ky se ne jemi më të ditur, kush është ky se ne jemi më të pushtetshëm. Dhe çfarë përgënjeshtruan? Përgënjeshtruan atë çfarë në Islam është besimi më madhështor, që është ringjallja. A do të ringjallemi thonë ata, a do të ringjallemi thonë qafirat, a do të ringjallemi thonë mohuesit e Zotit mbas kësaj jete, po është pikërisht ky besim që elhamdulillah na fton Allahu i lartësuar dhe që duhet besuar nga besimtari musliman. Në besimin e ditës së takimit me Allahun e lartësuar, është ky besim, është ky udhëzim dhe është kjo dritë të dashur besimtar, ajo e cila na bën neve që të reflektojmë mbi historitë që tregon Allahu i lartësuar në Kur'anin famëlar. Është pikërisht kjo dritë e udhëzimit që na bën ne si njerëz që mos bëjmë zullume në tokë, që na bën ne si njerëz që jemi besimtar të mirë, që na bën ne si njerëz që jemi të nështruar ndaj ligjeve dhe urdhëresave të Allahut subhanahu wa taala. Sepse është pikërisht më pas, ajeti i 9 që edhe kjo sure e ka marrë emrin, ku Allahu i lartësuar thot yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun, duke treguar gjithë këto ngjarjet më përpara, duke thënë se janë njerëzit besimtar apo jo besimtar, dhe kur i ka ardhur fakti, nëse kanë besuar shpëtuan, e nëse mohuan do të dënohen siç janë dënuar popujt më përpashëm, sepse ditën e Kiametit, ditën e ringjalljes, kur Allahu i lartësuar do t'ju ringjall e do t'ju tuboj juve të gjithë së bashku para tij, ajo është dita e mashtrimit të madh, ajo është dita e zhgënjimit të madh, ajo është dita ku do të dalin fitimtarët e vërtet dhe do të dalin ata të cilët kanë mashtruar veten. Dhe dita e mashtrimit të madh është konkretisht e drejtuar drejt për së drejti ndaj atyre që e mohuan besimin në këtë ditë. Ndërkohë ata cilët e besuan këtë ditë, ata që e besuan takimin me Allahun e lartësuar, që e ndoqën profetin alayhis salam, që e ndoqën librin e Zotit xhelle shanu, për ta do të jetë dita e shpëtimit, për ta do të jetë dita e lumturisë, për ta do të jetë dita e përgëzimit të Allahu i lartësuar. Të dashur besimtar, vëllezër dhe motra, a nuk e shikojmë dhe në përditshmërinë tonë me njerëz që nuk e besojnë Allahun, me njerëz që nuk e lexojnë Kur'anin dhe nuk e njohin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çfarë thon ata karshi besimtarve? Pse humni kohën kot që shkoni në xhami? Si njeriu mund të rri disa orë të ditës pa ngrënë dhe pa pirë ditën e agjerimit? Po si njeriu harxhon nga pasuria e tij kur jep zakatin apo jep sadaka? Dhe i quajnë të gjitha këto veprime të cilat në syrin e jetës së kësaj bote do të konsideroheshin veprime të pavlera, sepse njeriu në jetën e kësaj bote për çfarë punon? Për të ngrënë të shëndetshëm, për të mbledhur pasuri, për të pasur pushtet, për të pasur pozita. Nëse do ta gjykonim pozitën e kësaj bote të njerëzve që punojnë për këtë botë, që besojnë ahiretin, qëllimi i tyre thelbësor kjo është: mbledhja e pasurisë, arritja e pushteteve, kënaqësi të pafundme, halal haram, gjitha të përzime së bashku. Ndërkohë ne elhamdulillah si besimtar jemi pikërisht në kufi të disa gjërave, sepse këto kufi i ka vendos Allahu subhanahu wa taala. Dhe ne nuk i thyem këta kufi. Dhe ne për hadër të Allahut dhe ditës që do dalim para tij, themi që pikërisht namazi jon, zekati jon, agjërimi jon, çdo adhurim që ne bëjmë, ne e kemi vetëm për Allahun subhanahu wa taala, duke besuar në ditën e ringjalljes para tij. Dhe pikërisht kjo është dita ku këta njerëz të cilët e quajtën namazin si diçka që është humbur koha, që e quajtën zekatin si diçka që e dhe pasurinë kot, si diçka që ti ke shpenzuar nga jeta jote në moralin tënd, në drejtsinë tënde, në shqetësimin e familjes tënde, e quajtën diçka të kot, pikërisht kjo kategori e njerëzve është quajtur që dita e Kiametit do të jetë dita e mashtrimit të madh për ta, sepse ata nuk besuan në ringjallje dhe do të ringjallen, dhe ky është mashtrimi më i madh që ata ja bën vetvetes së tyre. Sepse imagjino, Allahu i lartësuar i drejtohet mbar njerëzimit: o ju njerëz, besoni ditën e ringjalljes. Imagjinoni një njeri që mendon që mbas vdekjes nuk do të ketë më jetë, një njeri që mendon që do të futet në varr, do të bëhet plur e hi, ai më pas mendon që nuk do të ekzistojë. Kjo është humbja më madhështore. Zoti i mëshirshëm po thotë: ç'është ky besim i kot?
besoni në ringjalljen e Allahut, dhe kjo është mirësia më e madhe që i jepet njeriu, është shpresa më e madhe që i jepet njeriu. Njeriu i cili me njerëzit më të dashur, me nënën, me babain, me fëmijët, si mundet ta pranojnë ndarjen që do të jetë përgjithmonë në syrin e ateistit? Çfarë është kjo gjë? Si mund të pranojë zemra e një njeriu që nuk do takohet me njerëzit e tij më të dashur? Gjithë ajo dashuri e madhe që Allahu ka vendosur në zemër për njerëzit më të dashur, me një shkrepje të gishtit, një trokitje të gishtit do të bëhet pluhur e hi? Jo, Allahu thot, siç u kam krijuar, do të ju ringjall. Prandaj kush e beson këtë, do të jetë triumfatori i vërtet. E kush nuk e beson këtë, do të jetë mashtruesi më i vërtet që e thot këtë gjë, dhe do të mashtrohet pikërisht ky njeri, sepse ditën e gjykimit ai që nuk besoi do të ringjallet, do ta shikoj veten e tij të ringjallur para Allahut subhanahu wa taala dhe midis mbar njerëzimit. Dhe pikërisht në atë ditë ai do të kuptoj se ai është i mashtruari i vërtet. Ai do të kuptoj që tashmë e meriton dënimin e Allahut lartësuar. Është pikërisht pra Yaumut Taghabun, dita e Kiametit, dita e cila do të nxjerrë në pa besimtarët, fitimtarët e vërtet dhe mohuesit, ata të cilët do të shkatrohen nga dënimi i Allahut lartësuar për faktin e mohimit të besimit në ringjallje. Dhe qartësoi Allahu, kush beson Allahun dhe bën vepra të mira, ai ja shlyen të këqijat e tij dhe atë e fut në xhenete, në për të cilët rrjedhin lumej. Aty do të jenë përgjithmonë, ai është shpëtimi i madh. E ata që nuk besuan dhe përgënjeshtruan argumentet tona, të tillët janë banorë të zjarrit, aty do të jenë përgjithmonë, ai është përfundim i keq. Të dashur besimtar, mbasi Allahu i lartësuar e sqaron totalisht çështjen e ringjalljes në lidhje të ngushtë me besimin në profet, me besimin e ngjarjeve të mëparshme që tregon në Kur'anin famulart, më pas Allahu i lartësuar drejtohet drejt për së drejti që të respektohet Allahu, të respektohet i dërguari i tij, sepse nëse nuk do të respektoni Allahun dhe të dërguarin e tij, atëherë kuptohet qartë pra se kjo jetë do të ishte në humbje. Kjo jetë do të ishte pa qëllime, sepse është Allahu i cili udhëzon, është profeti alayhi salatu vesselam, ai i cili na mëson dhe orienton në atë çfarë Zoti don në të vërtetën absolute. Dhe më pas Allahu i lartësuar drejtohet të gjithë besimtarve, ata të cilët e kanë kuptuar këtë të vërtetë dhe që duhet ta kuptojnë këtë vërtetë, që mos ta mashtrojnë vetveten e tyre. Dhe në ajetet e fundit është pikërisht reflektim mbi atë çfarë Allahu i lartësuar foli në pjesën e mëparshme. Dhe është një sure të dashur besimtar që kur i lexon ajetet me detaje, sikur aty të del përpara i gjithë Kur'ani famulart. Sura Taghabun të kuptohet dhe të mësohet më së miri, sikur të kesh kuptuar Kur'anin famulart nga e para deri në fund, sepse sikur Allahu i lartësuar në këtë sure don që të na tregojë neve që këtu në këtë sure e keni të përmbledhur të gjitha ato çfarë Allahu i lartësuar ka dhënë mesazhin më madhor në Kur'anin famulart. Dhe drejtohet Allahu i lartësuar dhe thot: "O ju që besuat, vërtet disa nga bashkëshortet tuaja dhe nga fëmijët tuaj janë armiq tuaj, prandaj keni kujdes ndaj tyre, e nëse nuk merrni masa, nuk u avini veshin dhe i falni, të dini se edhe Allahu është mëkatfalës, mëshirues i madh. Nuk ka dyshim se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprov, ndërsa ajo që është tek Allahu i lartësuar është problem i madh." Dhe pikërisht Allahu i lartësuar këtu flet për sprovat më të mëdha të kësaj bote, që është pasuria, që janë fëmijët, që janë pikërisht dy komponentë të rëndësishëm që njeriu mundet të neglizhojë nga adhurimi i Allahut të lartësuar. Janë pikërisht pasuria dhe fëmijët që njeriu mund ta mbajnë larg namazit të tyre, larg adhurimit të Allahut subhanahu wa taala, sepse është sprova dhe është kënaqësia më e madhe. Dhe pikërisht në pjesën e parë Allah i lartësuar thot që gratë e juaja, fëmijët e juaj mund të jenë armiq tuaj, sepse Allahu ka treguar në Kur'anin famulart, edhe profetët e Zotit subhanahu wa taala, të cilët kanë pasur armik të tyre gratë që i kanë pasur në shtratin e tyre, nuk e kanë besuar. Kanë pasur fëmijët e tyre që nuk i kanë besuar. Dhe pikërisht këtu tregohet që në momentin që edhe njerëzit më të dashur, më të afërm në jetën tonë, ata të cilët na kundërshtojnë në besimin e Allahut subhanahu wa taala, qoftë nëna, qoftë dhe baba, qofshin bashkëshortët dhe fëmijët, dhe gjithsecili mund të disprovuar në një formë apo në një formë tjetër, edhe pse i duam shumë, edhe pse ata janë njerëzit më të shtretë për neve,
tek çështja e besimit te Allahut dhe tek çështja që na pengohet sjellja në vend të një urdhërese të Zotit subhanahu wa taala, Allahu ka vendosur që mos të dëgjohen prindrit, që mos të dëgjohen njerëzit e dashur, mos bëhen ata sprov që të na ndalojnë neve nga adhurimi i Allahut lartësuar, mos bëhen ata sprov në jetën momentale të shkurtër të kësaj bote për të na shkatruar neve ahiretin. Dhe kështu u sprovuan dhe sahabët. Dhe është pikërisht lufta e Bedrit, ajo e cila bëri dallimin e madh midis besimtarëve dhe jo besimtarëve, ku nga një krah ishin besimtarët në rrugën e Allahut, që në krahun tjetër kishin prindrit e tyre, kishin baballarët e tyre, kishin vëllezërit e tyre, por për ta tashmë më e dashur ishte Allahu subhanahu wa taala. Më i dashur ishte profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe me këtë gjë ata nuk bënin kompromis. Dhe kjo pa diskutim të dashur besimtar duhet të jetë një besim i rrënjosur thellë në zemrat tona, një besim i cili duhet jetë i palëkundur, që pikërisht në këtë çështje dashuria më e madhe për ne është për Zotin e lartësuar, sepse është dashuria që ne kemi për Zotin, ajo e cila na ka mundësuar të duam gjithçka tjetër më pas, si një begati që Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë neve. Prandaj thot Allahu i lartësuar dhe e mbyll në fund këtë sure, ai i cili duhet e kupton këtë gjë thot, duhet të bëjmë të gjithë mundësitë e tij të ruhet nga dënimi i Allahut. Dëgjoni dhe respektoni dhe jepni më të mirën tuaj në këtë çështje. E kush i ruhet lakmisë së vetvetes, të tillët do të jenë të shpëtuarit. Dhe më pas Allahu i lartësuar fton që ta njohim Zotin si falëndërues, ta njohim atë si mirënjohësin më të madh, ta njohim atë si gjithdijshmi dhe ai që di të fshehtën dhe të dukshmen, dhe ta njohim atë si të gjithpushtetshmin dhe të urtin. Dhe kështu mbyllet surja Te-Ghabun me një mesazh madhështor për ditën e ringjalljes që do dalim para Allahut subhanahu wa taala, ku Allahu i lartësuar po e thot qartë që ata të cilët do të jenë besimtarë të sinqertë në takimin e Allahut subhanahu wa taala dhe që do t'japin llogari për veprat e tyre, të jenë të kujdesshëm, të ruajnë lakminë e tyre, të ruhen nga sprovat e mëdha të kësaj dynjaje, sepse nuk e meriton kjo dynja që ne të harxojmë jetën tonë mbi të dhe në këtë formë të shkatrojmë ahiretin. Të marrim mësime të qarta nga Kurani famëlar, ta lexojmë atë, është ftesa e kësaj sureje, të lidhemi fort me ngjarjet që tregon Allahu i lartësuar, që janë drejt për së drejti mësim për zemrat tona, ta duam Allahun dhe të dërguarin e tij më shumë se gjithçka tjetër, se Muhamedi alayhi salatu wasalam do të thoshte, nuk ka besuar besimin e plot, besimin e bukur, besimin më të mirë, ai i cili nuk e don Allahun dhe të dërguarin e tij më shumë se çdo gjë tjetër, më shumë se nëna dhe babai, më shumë se dhe fëmijët që ai është i begatuar, dhe më shumë se gjithçka tjetër që mund të ketë kjo dynja. Dhe kush e arrin këtë dashuri absolute, bindje të madhe, nënshtrim të madh ndaj Allahut subhanahu wa taala, le ta di që do të jetë triumfatori i vërtet në jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër. Allahu i lartësuar na bëf prej tyre që jetojmë me la ilaha illallah, vdesim me la ilaha illallah Muhammed Rasulullah dhe ringjallemi ditën e gjykimit me besimtarët e sinqertë që meritojnë shpërblimet e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na fal të gjithëve, na mëshiroft në xhenetet e tij të larta, siç jemi së bashku në xhami me gjithë dashurit ton, na bashkoft. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Astaghfirullah.